za djegë. Që buk lutë. I tull buke. Po më djegin veshët. Është merë. Wow, dhe nuk mbaron. Përshëndetje të gjithë, mirë se vini në Flak Fare, podcastin më djegës në qytet dhe jo vetëm. Duhet falenderoj gjithmonë ata që na ndjekin e para nga diaspora. I përshëndesim se na merr malli dhe i merr malli dhe sigurisht gjithë ata që janë brenda Shqipërisë, mos harroni të bëni follow Flak Fare në Facebook, Instagram dhe TikTok dhe sigurisht follow dhe subscribe sakt në YouTube në Hoje Media. Duhet falenderoj sponsorët e mi që janë pjesë emisionit Argjendari Donaldo, që jeni lehtësisht përballë qendrës Top Tani, Birën Epos, Bir Legjendash, Bumbu, Tona dhe sigurisht celular.al, cilën e gjeni lehtësisht në Instagram. Thënë të gjitha këto, do të shkojmë tek e ftuara ime, e cila është shikoj, e kam thënë dhe stërk thënë, kur dikush është i njëjti profesion me ty, atëherë ka një problem, ka një kërcitje në studio. Zakonisht gazetarët ose moderatorët e tjerë ja këtë bëjnë, fillojnë, prezantojnë produktet e tu. Çrëndsi ka urdhro. Celular.al. Këtu do të gjeni telefona, karikus. Tjetër çka? Dhe pajisjet më të fundit teknologjike, çfarë doni? Nada Muçaj, zonja dhe zotrinj, faleminderit shumë që erdhe këtu. Është shumë kënaqësi që të kam. Faleminderit që më ftove. Më lejo të them publikisht që un kam simpati shumë të madhe për ty dhe mos më shiko me. Vërtet? Nuk e besoj. Un kam shumë simpati për ty në sensin e para profesional, pra mendoj se një profesionist shumë e mirë dhe këtë e kam zbuluar edhe e para kur ishe në Wake Up, duhet ta them këtë gjë, e vija re që ishe zonja e talentuar e tjera me radhë. Por pas asaj, kur të pash pas Wake Up-it, konstatova që ishe shumë e talentuar se çfarë unë kisha perceptuar në Wake Up. Nuk jam mësuar me kaq shumë komplimenta, po gjithsesi faleminderit. S'po të komplimentoj, po të përshkruaj. Jo, realisht. Po të përshkruaj. I pranoj. Gjërat vogla. Jo, Njerë që pranove sfidën, unë e di që ti nuk e ke qef shumë këtë konsumin dhe sfidën me djegëset, megjithatë e vlerësoj shumë që erdhe. Nuk e di si ke marrëdhëniet me djegëset, i përballon, i ke qef, i konsumon. Sa po e thash? Më shaka. Po bëjmë pak bullizuese. Ka bullizuar gjithë, ka bullizuar kolonat, një statuja në mbrapa. Joni është shumë e mirë. Joni është më i mirë se Rudi, më vjen shumë keq është mbrapa kamerës, do duhet ta shihnit. Duhet thjesht të mbjelli flokët. Pastaj është kështu fizikisht. Vazhdon bullizimi, është. Tepeles për tepeles. Nuk i kam marrëdhëniet e mira me pikantet, kam patur një periudhë një çik të keqe gjatë pandemisë, mu shfaq një lems që e kam edhe sot, e kam kështu si notification stomaku, edhe që atëherë mjeku më thashë duhet të heqësh dorë nga gjërat pikante dhe nga pijet me gaz, nga alkooli. Ke heq dorë? Jo. Të kap dalë. E tani. Tano. Do vi prap. Yes. Tani sim direkt me të para se është. Ajo është salca e parë? Më e para. Me patate? Me sallame. Duket si vaj ulliri. Sa e gjatë kjo patatja ime. Ka shije turshie për të gjithë ju që po pyesni se çfarë shije ka kjo salcë, është si turshi. Turshi lakre. Në fakt është e vërtet. Mua më pëlqen shumë turshit. Por ato me kastravec. Okej, këtë e përballoj, është e mirë. Ha? S'është pikante. Okej, dakord. Ç'a bëjmë tani? Flasim pak për ty. Flasim pak për ty, Nada. Si kam parë disa intervista tua, në fakt janë gjëra që edhe ke thënë. Ke nisur që e vogël fare me imitimet, ke dalë te Dudushi. Po, ka qenë dalë. Juniori. Mos bëj sikur se ti do. Po. Ej, tani që mendoj Rudi, fakt ka qenë një kohë. Po pra. Kur të ishte piramida edhe. Ko pa lidhje. Sa bëj shaka. Po, ashtu kam nisur me imitime. Un kam qenë gazetorja e Fistit. E voçkël, po shumë e lezetshme. Fani. Po, kam qenë fani. Se imitoja çdo person të mundshëm, edhe në Fist, edhe në lagje, edhe në shkollë. Edhe prindrit menduan që ndoshta duhet japim një shans kësaj vajzës, edhe në atë kohë Portokallia ka qenë ku diun, programi momentit. Gjithë shqiptarët e donin, e ndiqnin, domethënë ne bëheshim gati për shkollë në sensin fundjava mbaronte me Portokallin. Edhe ishte i vetmi vend ku ti mund të shfaqe talentin tënd sa i takon aktrimit apo imitimeve, ose ndoshta aq dinim ne për kohën.
kam qenë shumë e vogël, në klasë të dytë mos gaboj, edhe babi bëri një tentativë që të shkonim te Portokallia dhe fillova të imitoja, po ideja është që isha shumë e vogël për atë format dhe më sugjeruan që të shkoja në Top. Portokallia ka qenë te ish ekspozita atëherë, ndërkohë ne shkojmë te Piramida, bëjmë një takim me një regjisor që m'djes nuk e mbaj mend emrin për momentin, dhe ka qenë programi i Dudushit. Edhe ai program shumë i bukur dhe bëhet një emision i dedikuar për talentet e fëmijëve. Se ndryshe si do dilja unë televizor. Edhe më duket sikur ai emision është bërë për mua. Realisht, ka qenë një nga gjërat më të bukura të jetës time. Aq e vogël edhe të dalësh në ekran, e zdërvjellët, pa frikë, pa turp. Unë e kam atë kasetën, edhe pse nuk është i gjithë programi, nuk më duket sikur kam qenë aq e mirë në ato imitimet aty, se me kohën fillon edhe përmirësohesh, po që është një kujtim shumë i bukur që unë e ruaj, edhe ndoshta ajo shënoi këtë fillimin e kësaj karrierës time mediatike, le ta themi kështu. Po, që në klasë 2 që i bie duhet të kesh qenë rreth 7-8 vjeç, diçka e tillë. Pastaj ti studion shkenca politike, që se zgaboj. Vion nga klasa 2 për shkenca politike. Po. Direkto ka qenë shumë e zgjuar. Fenomen ore. Ka qenë shumë e zgjuar. Merrni këtë vajzën. Po. Te Fakulteti i Shkencave Sociale është hapur akoma. Ti kalojmë këto, sepse do të flasim për periudhën e pubertetit. Jo. Do të kalojmë. Jo, vazhdo ti. Pastaj vazhdon pra po thoja shkenca politike, ndërkohë fillon punë në një revistë, nëse s'gaboj. Business Magazine Albania. Business Magazine Albania dhe nga aty si është vazhdimi pastaj mediatik? Nga aty pastaj. Morëm rrugën e artit. Shiko. Por është lezetshme shumë nada. Ka ndodhur diçka tjetër, se ti kalove direkt nga programi i Dudushit edhe më çove për shkenca politike më diplomove. Ideja është gjatë kësaj kohe. Nuk po të gjithë ke jetuar. Jo, në sensin edhe në aktivitetet shkollore, dilja, shfaqesha aty, këndoja, recitoja, imitoja njërin tjetrën. Është bërë një program në digital, unë kam qenë klasë 7 para shumë vitesh, në Junior TV, Junior Club quhej, edhe këtu pati një konkurs midis shkollave të Tiranës, edhe u përzgjodhen fëmijët më të talentuar. Dhe ka qenë një program 3 mujor që e kam shijuar edhe atë, edhe filluan ato kontaktet edhe njohjet e para me njerëzit e televizionit. Pastaj kam përfaqësuar shkollën në Rimfest me këto musical e kështu, se duken, domethënë kur i thua tani duken si idiotësi, sikur çfarë ke bërë. Po, promotion ka qenë rëndësishme. Patjetër që po. Edhe unë e kam shijuar shumë. Pastaj unë vazhdoi Fakultetin e Shkencave Sociale në degën e shkencave politike, po kishte një gjë që nuk më mbushte, nuk më plotësonte. Realisht nuk e shija shumë veten time aty. Dhe është ai momenti që ti do të kesh atë pavarësinë tënde financiare. Dhe kjo ka qenë një nga motivet e mia. Pra që t'isha e zonja për veten time dhe të gjeja një punë part-time. Duke u rritur ti e kupton sa e vështirë bëhet jeta, kështu që kam bërë mirë që kam filluar që atëherë. Dhe fati im që në atë periudhë kjo revistë po kërkonte staf edhe vajza që e flisnin mirë gjuhën angleze dhe unë duhet merresha me përkthimin e artikujve të huaj. Orientimi i revistës ishte vetëm për startupet, botën e sipërmarrjes. Aty mësova pasaj punën në web, si shkruaj një artikull, u angazhova me aktivitetet që bëheshin në terren për sipërmarrësit shqiptar, këto eventet e marketingut, dhe fillova me këto intervistat e vogla që ju bëja personave të ftuar. Ore, ç'ke që qeshti? Jo, po të ndjek me... E pse të dukem shumë artikuluar? Po. Lart. Dhe hipervigilent. Dhe më pas kam punuar 3 vite në atë revistë, deri në momentin që lindi ideja për të patur edhe një emision. Një emision në YouTube, ndoshta podcast, si kjo që ti bën sot, po ne nisëm pak më herët. Dhe dëshira ime ishte që ta bashkë moderoja atë program. Ne do të dilim në terren, ambientet e bizneseve dhe të intervistonim sipërmarrës shqiptar. Nga ata më të rinjt, që ishin në fazën e ides, deri tek ata më të rëndësishmit. Dhe këtu ka qenë momenti që unë fillova të dal në sipërfaqe, në sensin këto videot publikoheshin në rrjetet sociale, dhe ka qenë momenti Facebookut atëherë, se aty pastaj u kontaktova nga televizionet që të kuptosh lidhjen ti nga aty këtu. Dhe aty kam patur 3 oferta për të punuar në 3 televizionet të ndryshme. Rrugtimi im pastaj vazhdon në 2 CNN, si gazetare biznesi dhe si speaker e lajmesh. Dhe pastaj të tjera ti di vetë. Pjesa tjetër po, histori. Tek e dyta, the rest is history. Hey Jonen. Angazhohet pak Jonen.
Ka filluar bën ankesa. Kjo do pritet. Nuk pagu e gjitha. Që tek pjesa që thash jon dhe pastaj ishte në fakultet. Për veten, jo. Atë periudhë të gjithën këtë kalim se ka qenë top fest, rin fest këto me radhë. Top fest, po. S'ka qenë as top fest, nuk e di. Dakor. Më rap atatja. Bëhet me dorë kjo punë, s'bëhet. Bravo. Çfarë salcë është kjo more? Informoj njerëzit. Ajo është salcë domate. Është shumë e mirë. Ka çik mango. E kam seriozisht. Ka vërtet mango? Mango, ka dhe një lloj speci quhet nuk e mendoj. Spec progonati. Do qi? Shumë. Ti ke intolerante. Po, që tek e dyta. Bën kot, jo ne kuptova filmin. Domethënë bën sigur e djeg tani që të surprizojë të gjithë. Bravo, me plan, po të gjithë njerëzit. Sa veta janë? Qindra mira njerëz që do shohin këtë gjë. Miliona njerëz po. Po, na ndikën nga Kina. Nëse të pyes, ç'ne, se unë aty doja dilja në fakt me këtë pyetje që ti konstaton ose njerëzit konstatojnë rreth teje që ti je talentuar në të bërit humor. Bëhemi time ishe talentuar në të gjithë edhe besoj se dhe Joni ka vënë re që ky s'vë gjëre që je vërtet fani. Pra nga një personazh që duket sikur ka një orientim tek spektakli, tek humori, tek komedia, të marrësh një drejtim pikërisht tek biznesi. Sepse shumë njerëz të kanë identifikuar fillimisht si një njerëz që i përket një medie më serioze, një tipologjie bisedash ose trajtimesh që janë më shumë kufizuara biznes, sociale. Mirë, po, ajo përputhet edhe me interesat e mia. Se unë nuk jam e fokusuar vetëm tek humori. Unë mendoj që kjo është ti e quan talent, dhunti, po është e lindur si gjë. Po pak sepse po prap, dakor. Është një gjë. Edhe në ambientin familjar ke persona që bëjnë batuta, por nuk do të thotë që ai s'mund të jetë ekonomist. Absolutisht, po ç'ne nuk zgjodhe një gjë që ishe evidentuar ose kishe dëshirë që ta shfaqe edhe publikisht, kjo është ideja. Pse nuk zgjodhe ato orientim që ke nisur që e vogël? Do vazhdoj Akademinë e Arteve thua ti. Ti isha bërë aktore. Do mund të ishte një. Nuk e di, nuk isha shumë informacion për këtë lloj profesioni, për të ardhmen. A ka pas një ndikim si aktore, të tipit perceptimi familjar? Patjetër që për çfarë konsiderohet më sigurt financiarisht, çfarë konsiderohet më respektueshme në sensin social. Pra, a je ndikuar nga rrethi shoqëror ose rrethi familjar që të ndjekësh diçka më kredible, më për sa kohë jeton në Shqipëri, domethënë kur vjen punat e përzgjedhja e shkollës, pasi mbaron gjimnazi, edhe unë mendoj që kjo është një nga vështirësitë më të mëdha që ne kemi si shoqëri, është orientimi i karrierës, që mungon edhe në shkolla, po edhe familja është realisht domethënë ti do bësh ose çfarë janë prindrit e tu, ose ku kanë mundësi ata të ndihmojnë, ose profesionet që kanë lek. Dhe historikisht shqiptarët kanë zgjedhur ose mjekësinë ose juridikun. Ka qenë një periudhë që juridiku zgjidhej masivisht. Një deg që se kupton askush dhe si mund të bëhen të gjithë avokat, jurist, gjyqtar, prokuror, domethënë nuk ka shanse kjo gjëja. Kjo tregon që ti je i pa informuar. Dhe ndoshta është një gabim që dashur pa dashur familjarët e bëjnë, me idenë që do të ofrojnë ty një të ardhme të sigurt, pra ti nuk do vuash. Gjithë thelbi e saj mendoj unë është që ja u bëre aktore, po pastaj po sa hiqo qa do pastaj, qa do bëre ti që të bëj. Do dublosh pulla. Po se ja u bërë avokat do dhe pastaj qa. Qarë, po bravo të qof, po bërë avokat. Po prap, qarë, po pastaj qarë. Po i biri kujtje. Kush të qoj deri atje? Ku të qoj? Po e të provam që kjo, s'ka lidhje. Miku, shoku? Gëzuar. Qarë është e? Rum, bumbu, rumi me i mirë, me shie vanilje dhe banane, ndijet. E kam seriozisht. Për këtë pas ke informacion. Se duhe për salcën, është i pa sponsorizuar e blevet. Nekse, ta lyre dhe këtë reta? Si e? Apo se ke marrë vetën? Okej, jo mirë. Je gati? është nxehur. Je nxehur. E shiko, të tretë nuk e ti ka marrë 2 patate. Të tretë nuk... Janë gjitur. Sa të mirë, pritë po mbytet. Jeni bashkë tani. Kjo intervistë nuk do të dalim. Jo, more, pse mos dali, shumë e mirje. Pak 90% gjërave që thet deri tani ke thënë në emisione të tjera. Tani na thuash një gjë. Vërtet? Po. Duk deja vu një moment. Hapni të. Po ti ç'ke bërë? Futur YouTube dhe shikoj. Mos ta studioj personazhin. Ka mund 2 intervista. Nuk e 2. Sa kam? 3. Po mirë. Kjo është e 4-ta. Ose e 3-ta ngelën të 2. Ha si do. Ma leta. Gjenjem. Ti ke lindur në Tiranë apo ke lindur? Unë kam lindur në Tiranë. Në Tiranë, prandaj s'ke shumë kemë lidhje me zonën e tije nga? Prindrit e mi kanë ardhur në 90 në Tiranë. Okej. Edhe unë kam lindur këtu. Ai bie është më vogël se 36 vjeç.
Sa dukem? Dukem për 42? Sa duket vërtet? Se kam dhe ditëlindjen pas një javë. Jo, ishte njeriu i preferuar deri në këtë moment. 28-29 duket? Po ka dhe kohë që është në media dhe është nga që është shumë e zgjuar. Është rrudhur. Jo mos, nuk... Është make-up, pa make-up. Dukem shumë e vogël. E kam seriozisht, do mund dukesh edhe 23-24, po nga që je smart edhe ke edhe gjithë këtë eksperiencë, e ke parasysh të rrit ajo. Vitet që më rëndojnë mbi shpatulla. Po, është ajo. Ku ishe? Dje? Dje isha në plazh. Ku e bëre plazhin? Hajde e 4-ta për. 24-ta kjo? Kjo duket si me mango. Kjo është merr pikante. Po ja mos është. Më është më pirë buza. Të betohem. Llastohesh. Po të betohem. Je çik drama queen. Ti nuk të bëjnë asgjë këto? Je çik drama queen? No, fare. E kam seriozisht. Jo. Fare? E mirë shumë i prerë, jo. Humori është një mekanizëm që të ndihmon të tejkalosh situatat e përdor për t'i tejkaluar vështirësitë apo për t'u përballë drejt për drejt? No, kjo është kjo është shumë pikante. Jo, më është aq pikante se kjo është shumë pikante. Më shumë pirë buza, më duket sigurisht kam bërë buzë. Por e ke dubluar ndonjëherë ti? Jo. Vërtet? Nuk e bëra. Jo, nuk e kam bërë lutem. E po, çfarë të bësh? Jeta është e vështirë, çfarë të merri? Nëse. Duket sikur ke bërë ose do mund të kishe bërë. Çfarë? Dublime. Dublime, po. Ka patur mjaftueshëm aktor estrada që kanë bërë dublime. Jo, mos se s'kam, nuk janë gjithë aktorët ata që bëjnë dublime. Një nga ata që ka bërë dublime e kam qenë unë, po të kushtë morë. Sa njëjë. Me mik, se meritoja fare. Kam përshtypjen që po në Shqipëri vetëm me mik mund të çash. E kam seriozisht, ka njerëz shumë të talentuar që nuk i jepet shansi, i jepet shansi Rudit. Ky ishte bullizim? Apo e vërtet? Ishte një lloj bullizimi, një lloj art. Por mua s'ka rëndësi, unë jam në rregull me tipin. Unë e di sa vlej. Kë ke dubluar? Plot nuk i maj mend. Çufo gang bang. Si qëtë? Bang bang qëtë? Si quhet filmi vizatimor ose personazhi? Kam bërë me këta superheronjt, me Superman, Batman, se që ka qenë League of Leshi, nuk e maj mend. Kam bërë serialin e asaj Kung Fu Pandës. Kam bërë Karkalecin të Kung Fu Pandës. Karkalecin, vërtet? A ishte, vetëm kur ma dhanë, thash po mua Karkalecin dhe. Unë jam qik bariton, në fakt Karkaleci originali ishte super bariton. E si e bërë ti Karkalecin? Më duke se s'brite, diçka e tillë, pëse më duke këtë gjë, interesante, po pëse po më televizor? Karkaleci nuk e di, është natyrshme. E thash fillim të emisionit. S'po më thua ama, humori, një mekanizëm për t'i dhënë zgjidhje situatave, një mekanizëm për t'u mbrojtur, një mekanizëm për çfarë? Si e shef tek vetja jote? Mund të jetë. Ti si e përdor? Ndoshta ka, po nuk është se e përdor, nuk është se e programoj atë gjë në kokë që tani do të them të batutën, vjen shumë e natyrshme. Qartë. E ke bërë ndonjë reflektim? Në sjelljen time dhe në komunikimin tim, unë nuk bëj dot pa humorin. Dhe realisht edhe kur jam në shoqëri, unë nuk rri dot pa bërë zëre të tjerë, pa imituar, është gjëja ime. Edhe i dua shumë njerëzit që ma pranojnë humorin, realisht. Po ka njerëz që janë më të ngurtë edhe duan të jenë serioz në shumë situata, nuk e kuptojnë një batutë. Se ndonjëherë batutat kanë edhe një çik ironi, por sfiduese. Dhe unë mendoj që jeta duhet të jetë kështu e gjallë, e bukur, me ritëm edhe pozitive. Po nuk e kam si mekanizëm për të mbrojtur nga diçka. Nuk është se e paramendoj. Nuk ndodh. Nuk më ka ndodhur ndonjëherë. Mund të kem siklet në disa momente ku janë njerëz të rinj edhe është mjedis i ri ose ngurtësohen fare dhe mbyllem edhe e analizoj ambientin me sy dhe përpiqem të shoh se kush do afrohet edhe kush do të më bëj shoqëri, ose filloj edhe egzaltohem më shumë saqë bëhem hiperaktive, një gjë që ti ma ke vënë në duke edhe falenderoj për këtë mik. Hiperaktive thjesht nuk rrit dot në një vend se dua që të jem kështu. Tik. Rrega. Lote. Nuk rrit dot sa mundohem të jap një dimension çik bisede, kështu serioze që nuk ka shanse. Kjo është e pesta apo jo? E pesta është. Po pse nuk i vë? Jam i ftuar tek emisioni im sot. Pse nuk i vë emra salsave? Po e kam emra, po e kam harruar. Si e ka kjo? Sa po ta thash? Si e kishte emrin? Se di? Mëkati. Si kishte mëkati jotë një madh? Pjeti lesh, sigur do thot njëri. Ai kota sigur e di, ajo folka. Sigur jam rrëfyer. E di. Mëkati?
Po jo, është shikoj këtë pyetje. Nuk do ta thuash anyways. Të është pyetja më retorike. Jo prit. Ja, do ta them. Jo prit. Pa më se gjej vetëm fare të kjo pyetje. Edhe mund ta thoja. Sa që çitër jam unë po. Naive. Bëshaka nuk jam njëri që më katoj, do duhej ndoshta të bëja mëkate. Nëse. Asnjëri nuk do përgjigjet për këtë. Prandaj nuk e bëj kurrë si pyetje. Nga një qytet tjetër sa sociale. E quaj veten sociale sepse mua më pëlqen të flas me njerëzit, edhe të njoh njerëzit, edhe këtë e bëj gjatë përditshmërisë time, edhe me të panjohurit, edhe aty ku mund të shkoj edhe bëj pazarin, kam shumë dëshirë t'ju flas njerëzve, edhe t'i komplimentoj, edhe t'i përgëzoj për një gjë dhe pa i njohur, nuk e di pse më shijon ajo. Mendoj që ne duhet të ndërveprojmë çik më shumë me njëri tjetrin. Edhe në udhëtime që bëj, kam tendencën që të mos kem fare komplekse, edhe të shkëmbej batuta me njerëzit, se më duket sikur bota na përket të gjithëve dhe nuk kemi pse të ndërtojmë mure, të vëmë mure për njëri tjetrin. Unë e shijoj realisht të gjën. Pastaj sa i takon marrëdhënieve dhe raporteve, ka të bëjë me njerëzit e tjerë. Nëse duan apo jo, e shijojnë apo jo shoqërinë tënde, po unë gjithmonë e bëj hapën e para. Jo, gjë e mirë është kjo, mendoj unë. Nëse mundesh ta bësh. Besoj. Jo, ti e bën, po jo të gjithë munden. Ose jo të gjithë duan. Të dukem sociale? Mua sociale më duhesh. Okej. Po pse e bën si pyetje në këto momente? Po, mbase për një publik që... Dakor. Por ç'a janë këta, ore? Gjashta. Tota, ai vdesur, ai kënaqësinë më të madhe që ka... bo. Palos. E vërës të tull buka. Dhe se djeki. O, za djeki. Kjo shumë djekë se jo, në kë ke vënd të gjashta, me mos nga trua radhen? Aha. Është merë. Ja. Jo. Kjo është hakmarja se... Po më djekin veshët nga brenda. Ka ishtë djekë se është. Po që kaku nuk ka. Qatë me... Më dojshë mikrobet të tru. Merë, zot. Aj, no puedo más. Ay. Do një spanjisja. Ay, Rudy, pero ¿qué haces? Es muy picante. Oj. Në qik buk lutë. Një tull buke. O, të merë. Jo kjo. Qumësht, ka qumësht? Do qumësht? Sili që qumësht. Sili mërë. Ja mërë i digjet goja më nga... Nejse. Them në një dragua. Jo, nuk mundem realisht, shumë keq. Të betohem me shumë keq, ka shumë pikante. Ua, dhe nuk mbaron. Ha, se ti ke me të ngrënë. Qartë të ha? Salam. Jo, salam jam. Patate. Amano sa Që ke kokë vlau ka. Jemi që jemi. Balls, keni marrë? Gjallë fshati. Është... Nuk ka mundësi. Gjeti ko, u qetësua për të bërë batutën. Ku ishte, i ndaloj djekja, bëri batutën me Jornin dhe pastaj u dojtë prapë. A i ku dhe lapë si posë. Ore, po ta lë vetëm me salsat dhe me këtë mund ta bëj misionin. Më duke sigur jam i tepër. Nuk bësh një intervistë me sallat. Çfarë qetësiem. Ha? Qetësoj, ë? Parajs. Bekuar qoftë qumshit. Ore, ti pari jo ti të... Doli që ka për Amerikane aty. Kërës jo të afroamerikanët që... Ishte dëgjova një të bukur, ishte këta afroamerikanët, këta me ngjyrë, tha, të Amerikës, tha, bëjnë gjithmonë sikur flasin si për gardit. Qa këtë? Nëjse, thash fjallën në, nuk du të kësha thënë. Pse? Ka pa ma? Po. Ku t'ka pa? Ore, ti që shef këto... E more vetën, kam seriozisht. Na le, 20 minuta.
Kush kondicioni? Am gojë. Jo, no, si një A4. Si një A4. Një rashk. Meri një aty poshtë. Mos ri, jo, no? Nxirë duar nga xhepi se e di që ke të zëna duar. Joni për tonë do t'i ke. Mo s'ke një letër aty? A4 është. Joni bëj do bishëm. Ma jep s'ka që. Fatura? Çfarë faturë? Dajle, çka ke bler? Sa të ardhura ka nga podcasti, është i deklaruar, bravo, mirë. Që nga rregull me shtetin. Po, Pritë. Enjo Isaj. Kush? Erion Isaj. Erion Isaj. Krefile, ti lesre. Çfarë është kjo? Pritë shkoj? Si merresh me thashë theme? Ç'është kjo paralupiped? Edhe Erion Isaj. Është një kub aty. Ka qenë Erion Isaj këtu? Se po më del kështu Irion Isaj. Pikante. Kemi qenë për ta ftuar në fakt, edhe kam shënuar. Serdi dot. Hap. E bëj vetë më mirë, s'dike. E si jam mësuar t'i bëj fresk njerëze. Ore ti që po thoja që ish. Në komun Parisi dhe ka shpit? Ore çanën zërçën dorë, dokumentat asaj. Pas ka mëre. Salame tona. Bravo. Një mirë paguar jam kur e mendoj. Një lëngë portokallit. Më thuaj kur ti jesh gati. Është shumë e vështirë me këtë salsën se besoj. Jepi, po këtu është një zjarr i vogël. Ashtu, ha? Goja ime është. Goja jo. Ka një zjarr të vogël brenda gojë. A do të ngrohesh pak burosh? Okej. Nëse Blidhi? këtu jemi jo? Jo, atë e bëm. Pak më i vëmendsh. Po kjo pse është kafe? Kemi harruar jashtë. Si nga prishme. Mendon se shumë? Mendon se shumë? Po pse nuk më them përpara? Po të merr. Po më kullojnë dhe hundët tani. Ka i pikante është. Ato të rishti kështu Vetëm. njeri e pa bërë asgjë. Po pa bërë asgjë. Të rrihet, je kështu tip që i fik. Pa bërë asgjë? E mo pa bërë asgjë. Jo. Nuk e bën. Nuk e bëj dot. Kur ke qenë herë fundit e qet? E qet, jo e lumtur, e qet. E arrin dot atë gjendje po. Unë bëra vite në fakt. Që si jam i qet. Që në momentin që unë kam filluar të punoj në media, Si e më e qetë? s'kam qenë më i qetë. Kjo si Në pasoj sensin e angazhimeve, njerëzit, volumit punës, intensitetit punës, kontakteve, komunikimit, daljet, prezencës që duhet kesh diku, për disa është edhe më e shpeshtë se do thuash ti u çave ti duke dalë, po ideja është që Jo, qartë. për sa kohë kam filluar të punoj në media, po. Shko, çdo Kam profesion ka patur edhe- angazhim, nat. Patjetër Çdo që po. profesion Por çdo profesion ka edhe orare të caktuara. a punoj orar pa orar në sensin që je gjithkohës me Po jo, misionin. duhet edhe të flasësh me njerëzit, duhet edhe të socializohesh, duhet edhe të zjerosh atë networkun tënd. Të përpiqesh për më shumë. Kështu ngarkesë është edhe ajo. Ore ma shpjegoj çik, jo mua, po mbas e Po shpjegoj i një sa të publik. mëshme edhe kjo. Do që. Një Kjo ta e publik. pak me vonesë, po që nga të merr. Merr kohën tënde, mos ne Erdhi ardha. ajo boza? Po nuk të qetson boza. Qumshti. Me çfarë bëhet boza? Me Me misër. misër, po. Po tjetër? Misër i fermentuar. Kaq? Ujë. Ujë sheqer. Unë jam ekspert i bozës, Po fakt pse jeni makullorës boz? Për shembull, është kjo, këto janë pyetjet që kam unë. Këto janë pyetje Po që unë kam. mund ta prekim në fakt. Pse jeni rregullorës Se bozë? njerëzit në Shqipëri Kavaja dhe Elbasani e bën, nuk e bëjnë në zona tjera. e bën. Kush e Bëjnë bën? gjithë. Kush e bën? Po dhe në nga Tepelena bëjmë edhe fjerje e bën. Njohën sa lushnjarë që e bëjnë. Kë? Po një nga. Po si njeti, nuk i njeh. Po më Po thamë. kanë vi pa për Po s'ka rëndësi. është tani dhe mondi. Tani mo. Tha se një e mondi. Oh, Jo, është një janë kodet e mia me Erion Isaj. është merr. Është merr. Do që më shumë kjo po ajo kaluar. E fort u tregua, ma. Ta mendosh vetëm Stefi sa ka çuar deri në fund. Ta dish. Është pikante. Po mirë çfarë? E çika drama queen, je çik drama queen. Është shumë. Është shumë. Ke menduar ndonjë ke bërë gjëra për shembull që ta arrish në atë fazën e të qenit, e qet tipit sport, meditim, yoga. Po, pati një periudhë që unë nisa të praktikoj jogën. Edhe vetëm arsye është për të patur këtë qetësinë mendore.
realisht psikologjikisht të ndihmon shumë, sepse është i vetmi moment që ti mund të shkëputesh edhe lidhesh me veten tënde. Për momentin jam shkëputur dhe unë nga yoga, por mendoj që ka qenë një lloj terapie, sepse edhe nuk kam patur mundësi të bëj aktivitetet e tjera sportive që janë më të forta, të tipit crossfit apo palestër e kështu, edhe për shkak të një problemi që unë kam shëndetësor, po nuk ka të bëjë me migrenën edhe ato që folëm, është një gjë që e kanë gocat përgjithsisht edhe më kanë rekomanduar jogën dhe një periudhë të mirë e kam praktikuar. A ke frikë të dështosh apo ti je një version mesatar? Vazhdoj me pyetje filozofike. Kam, mos më shik, vazhdoj me pyetje. Cilat të trembë shumë nata, pse? A kam unë frikë nga dështimi? Të dështosh apo të pranosh bësh kompromis dhe ti je një version mesatar? Po, shiko, nuk e di me sa ke parti deri tani, po unë nuk jam person që mendoj që bota rrotullohet rreth meje. Edhe nuk kam një lloj ambicie të smur, që e gjen te shumë njerëz të medias. Në sensin këto luftërat edhe këto bryllat e këto që ka i gjithë ky mjedis, se u bëra shumë serioze, i gjithë ky mjedis i kultivuar. Unë jam një version që përpiqet të bëj më të mirën për veten e saj. Dhe e mira në këtë fushë është fakti që ka njerëz që të mbështesin edhe e pëlqejnë variantin tënd. A kam unë frikë nga dështimi? Nuk mendoj që kam frikë nga dështimi. Unë mendoj që duhet të dështosh për të mësuar, për të rikuperuar, për të bërë më mirë, ose për të kuptuar që di çfarë unë ky jam edhe kështu dua të vazhdoj. Ma kupton logjikën e gjës, sepse unë kam provuar, nuk është se jam pa përvojë edhe të them o bobo unë kam frikë nga dështimi. Unë jam aq e pjekur, edhe një gjë që më pëlqente vetja ime është që kur gjërat bëhen të bezdisshme ose ka marrë maksimumin nga një punë apo diçka, unë heq edhe dorë dhe largohem. Edhe kjo është gjëja më e mirë që mund bëj njeriu. Po ti je aq i kthjellët. E qartë. Ti shko, mbase ta kontekstualizuarit në një lloj forme minimalistike edhe modeste për veten, patjetër që do thuash që okay, unë s'kam bërë në një gjë shumë të madhe. Unë mendoj që nga hiçi pa pasur njohje me forcat e tua ka arritur që të ndërtosh një personazh për mua të suksesshëm mediatik. Sigurisht je ende e re dhe ke shumë akoma për të dhënë dhe unë jam i bindur që do japësh shumë akoma. Por të qenit në një emision Arritet e Wake Up është një emision me traditë shumë të madhe, është një emision i rëndësishëm, emisioni më i rëndësishëm i historisë, po themi, të emisionit të mëngjeseve në Shqipëri, pa diskutim. Dhe ishte një personazh i rëndësishëm aty brenda. Kështu që normalisht kjo nuk është që të bësh kompromis me mesatarin. Kjo është të kërkosh që të jesh tek më e mira e mundshme. Patjetër që po në vende të tilla, nëse ti vërtet e ke këtë egon që unë po flisja, këtë unin që të udhëheq, edhe këtë sensin e protagonizmit që ndoshta ti te emisioni mëngjesit, me aq sa e ke ndjekur nuk e ke parë tek unë. Faktin që unë doja ta komentoja këtë gjë. Të rrëmbeja vëmendjen. Dua ta komentoja atë gjë. Sepse unë mendoj që secili është i aftë në gjën që di të bëj më mirë. Edhe ti përfaqëson, unë përfaqësoj Adën, ti përfaqëson Rudin. Nuk ke pse të mbizotrosh ti, të dukesh ti, të flasësh ti, ti je ti superiori. Unë nuk e pëlqej këtë gjë te njerëzit, sepse mendoj që edhe ata që çojnë përtej ekranit arrin të dallojnë ato cilësitë tua të mira. Ndoshta e gjejnë veten tek ty, ndoshta t'japin një shans, ndoshta thjesht kanë simpati, ndoshta bëhesh figurë më familjare për ta. Unë kam zgjedhur të përfaqësoj të thjeshtën, veten time. Kur kam patur mundësi për të folur, kam folur. E kam thënë mendimin tim, jam shprehur. Ama nëse do doja të bëja kompromise për të arritur më shumë, të duhet dilja jashtë vetes time. Gjë që unë se kam në karakter. E kuptoj, për mendimin tim, ajo çfarë njoha jashtë Wake Up-it, aq pak sa unë kam konsumuar kohë edhe për shkak të një angazhimit tënd ose një angazhimit tonë që ishte i përbashkët tek X Media, vura re që kishte shumë më shumë se ajo që kisha perceptuar publikisht nga Neada e Wake Up-it. Pra kishte shumë më shumë talent. Dhe ky nuk është observim vetëm imi, është observim i disa njerëzve që i njohim të dy bashkë dhe thanë të gjithë që Neada është shumë më shumë se aq. Pra nuk e komplimentoi Wake Up-i personazhin ose të gjitha ngjyrat që keti si njeri. Dakor, po emision mëngjesi. Domethënë sa mund të shpërfaqesh aty. E drejt, po ka ca që brenda atyre qartë, po brenda Wake Up-it ose brenda emisioneve të mëngjesit ka pas, le të themi brenda Wake Up-it ka pas njerëz që i kanë marrë vetes 100%. Ca tjerë që i kanë marrë më pak. Megjithatë,
Le ta lëm tek fakti që ky është mendimi jon që mos të përballesh ti pastaj me këtë analizën e vetes sa mund të kishe bërë, sa duhet kishe bërë. E di çfarë më bën mua çudi fakti që janë kolegë ata që e thonë këtë gjën që ne të kemi parë në Wake Up edhe kemi menduar që ka qenë thjesht ajo figura korrekte, një vajzë e mirë, kur ti je një bullizuese. Të bësh skandaloze. Me shumë batuta cringe, se bësh ka, po të vjen keq kur ta thon koleg dhe ndërkohë ka njerëz që mua më kanë parë për te ekranit. Do me thënë, kur ndodhi largimi i famshëm, nuk e ke idenë sa njerëz më kanë shkruar mesazhe aq të bukura që nxirrin në pa cilësi që unë nuk i dija te vetja ime. Dhe ndoshta kanë qenë njerëz që ndiqnin programin për ditë, qoftë në radio, qoftë përmes ekranit, dhe arrinin të kuptonin që Ada është edhe vajza e batutave. Edhe ky është komplimenti më i bukur që mund të më bësh mua. Dhe mendoj se është i parë shumë i rëndësishëm në media, që rrallë do ta gjesh, që një njeri të ketë një mendim të shpejt, ketë personalitet, ketë karakter, të jetë jashtë kornizave klasike, që jemi mësuar të bëjë. Ose ndoshta ka qenë edhe gabimi në fakti që ti thua që unë si kam marrë 100%, sepse respektoja Wake Up-in si Wake Up. Me çfarë kisha parë unë, me çfarë përfaqësonte, me figurat që kanë qenë aty më herët, që kanë moderuar atë program. Dhe gjithmonë e shikoja në këtë aspektin gazetaresk, edhe të temave që trajtoheshin. Nuk e shija si ato spotlightin ku unë duhet të rrëmbeja vëmendjen edhe të bëja edhe klaunin her pas here. Që në fakt në fund ditës ashtu është, Natë. Fatke kur e krahasoj me që e ka fuqinë emisionin mëngjesit. No. Nuk e besoj. Ke një audiencë të caktuar, ke një orar të caktuar. Kam parë media tuaja ata që edhe nuk po flas për realitetin që mund të jetë Australi, Amerika, kam parë media që i përkasin Ballkanit, po themi si Greqia që ose si Italia patjetër, po Italia është dimensione përtej, po më ballkanike. Greqia që e kanë shumë më me kolore dhe i lejojnë njerëzve që të jenë shumë më origjinal, të jenë më të lirshëm, të shprehin atë anën njerëzore, gabimet. Mendoj se media në Shqipëri në një lloj forme i kufizon njerëzit të jenë ajo që janë vërtet. I orienton. I orienton dhe të nxjerrin atë çfarë supozohet se duhet të jetë. Po se ka një drejtues, ka një autor që do të përfaqësojë diçka, do të japë kod dikujt tjetër. Përfundon që Neada është shumë e ngjashme me një para Neadës dhe ajo shumë e ngjashme me atë para asaj, se pikërisht ata i orientojnë se çfarë duan eksaktësisht marrin. Dhe kjo Po kështu është media, dhe kjo është media, dhe ti e di shumë mirë këtë gjë. Po ti ke heshtur më the. Edhe në fakt është e vërtet që ti ke heshtur, nuk është se e prononcuar, nuk është se ke shfrytzuar ato zhurmat e mëdha që janë të bërë. Sot që bën një rezume pas disa kohësh, mendon se ke zgjedhë të bësh mirë apo do mund të kishe reaguar edhe ndryshe? Ka patur njerëz që më kanë thënë që pse nuk e përdore atë moment për të marrë vëmendje. Për të bërë diçka tënden, për të luajtur me fjalët, për t'ju kundërvënë njerëzve, për të demaskuar njerëz. Unë e mora atë kohë vetëm për të reflektuar, për të kuptuar më mirë situatën që ndodhi, sepse ishte më komplekse se aq. Unë s'dua të gërmoj aty, domethënë. Po s'është nevoja, shumë njerëz e kanë kuptuar. Domethënë, s'dua të prek, kështu që çfarë do të dish? Të flasësh me emra të përveçëm, të demaskosh njerëz nuk ja vlen. Jo. Të vjen keq për faktin që historia shitet ndryshe, edhe secili do të dali i lar edhe i pastër, edhe kur të gjithë e dinë të vërtetën. Kjo është një gjë që dhëm, edhe nuk është një gjurmë e mirë në karrierën time. E vetmja gjë që mua nuk më pëlqeu. Po nëse e dinë të vërtetën atë? Nëse njerëzit e dinë të vërtetën dhe aty nuk të bie më një përgjegjësi ty. Çfarë ka për të dhënë? Nuk është çështje përgjegjësie. Domethënë për mua do ishte më drejt nëse do thuaj që kaq ishte, faleminderit, mbaroi. Ishte kënaqësi që bashkëpunuam, ndoshta mund të krijohet një mundësi tjetër edhe brenda atij institucioni, se nuk është se nuk kemi aftësi apo talente, pra ti përpiqesh për më të mirën sa ke dhënë një kontribut për shumë vite. Po medias interesojnë edhe skandalet. Ajo që dhëmbë është kur këto skandale i bën me njerëz që nuk i përkasin fare kësaj bote. Edhe kjo është një gjë që ti e di, shumë kush e di, ata që kanë dhënë iden për këtë skenar e din, por është thjesht për të mbuluar patatën me salcë. Ku jemi, të teta? Avash. E bëj shumë, dhe pastaj, jo, duhet të ndroj patatën. Ndroj patatën. Marrim një me tull.
Trime tha, po... Boja prapë e gjitha. Sa duhe ka i shumë? Jam mësuar me salë s'kosi. A gëzuar? Gëzuar. Bë? Nuk e që nga mirë, që nga ambëj. Apo prit. Duro 5 sekonda. Jo, akoma. Akoma. Mua ma jep direkt. Qofshin gati. No, është e letë, është okej. Si ka mundësi o, dhe? E ndje pak të bëjamet. Unë e ndje që po më ndjek mirë Mua jo. Mos e ke Nuk jo lyrë fare shumë. ajo, apo ka pa nejtë copë në këshu... Pak imunitet. Po pse unë skriove imunitet? Imunitet. Imunitet. Jo. Jo. Pak në Po si më ka mundësi papa. No, është okej. Ti ke mbyll dyert për gjithmonë me atë media? Apo... Jo. Jo. Do me thënë nëse do të ofroj diçka në të ardhmen. No hard feelings. Unë nuk kam bërë asgjë për të mbyllur dyer. Pas asaj Jo, që se ke për ti. Jo. Se mund të jesh ti e mërzitur në mënyrën se si u trajtua, jo. Po. Situata, jo se ke bërë ti diçka. Ua, për pëllim, ore. Falë adhe, pa bua, balkimet. O, bo. Qa ka pa lojtë sopë? Donë që ka kjo? A cila? Lukaniku. Lukaniku? Donë që Lukaniku. O, isi ka mundësi. Nuk e ti? O, bo. Qumë është. Mbushe. Jo, po qa burri jam unë po piva që më shëna. Nëse pion për të. Pje ti për mua. Po marrë një velu, marrë që kniko ti. Po thoja. A jam lënduar unë nga gjithë kjo gjë. E mo, jetë njëro buri dhe... Ja bi lënduar, po. Po mblidhe vetën. Më falë. Do i patate. I do i kesh grua këtë. Nga mënyra se si ndodhen gjërat. A duhet unë? I falë pra. Se zinë se ti jenë kushtet për thënë që unë e falë këtë sjellje. Që do ripranoja për të bashkëpunuar me ata. Po varet për çfarë? Bëhet për sa të Big Brother. Me vërtet? Që do iki Ledioni? You never know. Se besoj. I kam falur. I ke falë, okej. I kam falur. Edhe unë. Ju Edhe ti falë. i ke falur? Po. Po ti pse? Bano se. Qas po kanë bërë bu ata? Qarë s'të kanë bërë? Asi gjë. Qa po kanë bërë? A më dërës punosh njërë të topi? Ti s'ke punuar asnjëherë në top? Jo. Se kam pas fatin. Çfarë misione do duhet bëjnë top? Doja të bëja grida dubël. Do e bëjë dot? Grida dubël? Ka ca copat vogla, që copat e vogla janë djegëse. Janë ato copat. Po kape në një nga ato copat, Ja. kapa unë. Për urgjencë direkte. Po, Ke arritmie. sponsor në një spital? S'kam, vetë hospital. E ke parë sa kushtet mira kanë? Kjo është reklam falas për zonin, po Jo, nuk e qenë njërë dhe vetë Po hospital? nuk kam një kap shtëpiake. Qo, rob shpije, Zogun. të betohen, Qo rob shpije. qo rob shpije. Ore, se nuk duhet bëj reklam. Për Nuk çfarë? ka spital në Shqipëri njerëzish që të ketë kushtet që ka vetë hospital. Oh, vërtet. Do të që, është me shku date. Atje. Ore me shku date, e kanë bërë gjithën akullt pastër me Është teknologjinë e pastër, fundit të bëjnë eko. Të betojmë Ndërkohë eko që jemi analiza date. gjaku, skaner. Kë kam quar? Lajnë. Se bëj shaka ore, po realisht janë paradokset e Shqipërisë, gjithsesi. Ku e lamne tek no popi? E bëj ore si se bëj no popi. Në Top Channel. Po të dëgjoj. Në Top Channel. Pse ti çfarë do bëje si emisione në Top? Unë mendoj se të gjitha i bën. Tani emision politik greda do mos do ta bësh, se ka eksperiencën e njërin dhe tjetrin, po që Çfarë do bëja unë? Për Gri. puthen ndoshta? për zota bëje se bën dot. No, se bëj dot. Nuk mendoj se e bëj dot. Po s'është vetëm çështje moderimi, thjesht jesh aty. Po pse kush çështje? Po sepse ka një imazh tani se si funksionon ajo gjë, si është organizuar, njerëzit që janë atje. Kush e ka bërë Ka atë? një lloj lirshmërie tjetër. Po pse mos e ke ti atë lirshmëri? Ama ka. Po jo, më nuk e besoj. Po nuk e ka atë lirshmëri sepse ka ardhur. Dhe para ka ardhur nga një profil që qenë media më serioze. Nga media serioze, po. Pastaj ke shkuar në një emision më Po. kontrolluar, po nuk do të thotë që se ka dimension. Nuk e besoj që do ta bëja gjithsesi. A ka korrupsion politik? A ka korrupsion Po. politik? Po tani si shkuam nga kjo te kjo tjetër? Po jo, është një pyetje shumë e thjeshtë. A ka korrupsion politik? Ndoshta.
Ndoshta. Ndoshta. Okej, nëse s'do të përgjigjesh. Ndoshta. Po patjetër që ka fajin politika, more rud, po edhe ne si qytetar. Në këtë sens po. Unë këtë doja të them. Në këtë sens dakord Ne jam. e dim ku pikon çatia, po thjesht bëjmë sikur vëm kovën aty edhe E di pse se s'kemi shpresë që individualisht mund të bëjmë diferencën. Dhe të paktën shembujt që kemi parë poshtë e lart, kur e kanë bërë diferencën dhe kanë folur, nuk ka rezultuar që ndodhi diçka konkrete. Dhe kjo mbase na ka dekurajuar. Ma duhet rezistencë, duhet revolt, duhet ajo që po ndodh sot. Ndoshta nuk e ka bërë brezi prindërve tanë, po mendoj që ne sot jemi zgjuar edhe mund të bëjmë të kundërtën. Patjetër që bashkimi bën fuqinë edhe ne kemi në dorë që të zgjedhim ose të jetojmë në Shqipëri ose të ikim nga Shqipëria. Vetëm për këto patjetër që e kam menduar. Unë kam patur një mundësi për t'ikur në fakt, po zgjodha të punoj në media. Ka qenë ajo fazë për shkollimin tim, për të bërë një master jashtë shtetit, edhe ndoshta mund të zhvendosesha diku tjetër. Nuk e di ç'pata dhe mendova që gjërat do shkonin shumë më mirë nëse do qëndroja këtu. Unë nuk jam për të ikur. Mua nuk më pëlqen ta lë vendin tim për të ikur diku nga e panjohura dhe për të nisur nga zero. Ti je larg familjes tënde, që është një nga gjërat që dhëmbe dhe vret më shumë. Realisht, është sakrificë shumë e madhe. Pse vetëm për faktin që janë këta njerëz që kanë gjithçka në dorë për t'i bërë gjëra të mirë dhe thjesht nuk duan. Dhe ky është tmerri më i madh. Edhe nëse ka një arsye pse unë qëndroj, është duke ju treguar që unë jam këtu, unë punoj këtu, unë e jap kontributin tim këtu sepse unë e dua këtë vend. Është shumë e lehtë të ikësh. Realisht është shumë e lehtë të ikësh, por nuk është kjo zgjidhja se çfarë lë pas. Edhe kjo është një gjë që mua nuk më pëlqen. Prandaj jam ende këtu sot, por që ka momente kur gjërat nuk shkojnë mirë. Ndonjëherë kur i kalon gjërat edhe në kurriz, e kupton peshën e tyre edhe arrin në këtë konkluzionin që thua ti që këtu nuk rregullohet asgjë, të gjithë janë të korruptuar, se sistemi, se politika, se njërin, se tjetrën. Rasti që të ndodh në vendin e punës. Mënyra se si mbulohen gjërat, pa drejtësitë. Unë jam një nga ata njerëz që i urrej pa drejtësitë dhe nuk i dua. Dhe përpiqem të luftoj në formën time, po sistemi është ndërtuar i tillë që ti nuk e gjen dot atë zgjidhjen. Ndoshta nuk e gjen për momentin. Pastaj mund të kesh një problem shëndetësor në familje. Ka qenë kjo periudha që unë e kam menduar që ti ke vetëm për shkak të këtyre problemeve. Për faktin që këtu askush nuk mban përgjegjësi për asgjë. Nuk mban përgjegjësi për asgjë dhe gjërat mbulohen vetëm me muzikë dhe me koncerte. Vetëm me muzikë dhe me koncerte dhe me humor. Po nuk është kjo zgjidhja. Ti mund të kesh një problem në familje, një problem shëndetësor shumë të rëndësishëm, dhe pikërisht kjo shëndetësia që përmendet ti, që ti ndoshta e ke mundësinë të shkosh në spital privat, po unë nuk e kam, sepse unë besoj tek shteti im, sepse familja ime paguan taksa, unë paguaj taksa, unë jetoj këtu, unë votoj këtu, gjyshrit e mia rritur këtu, jemi shqiptarë në fund të ditës, dhe pse mos ta marrën atë shërbimin edhe kur gjërat bëhen të vështira. Po ti ke arritur në pikën që dhe mjeku vjen edhe të thotë që mungon filan ilaç, ose do ishte mirë të shkoje diku tjetër për gjetur një zgjidhje. Dhe unë mendoj që problemi nis se ndonjëherë harrojmë edhe këtë pjesën, edhe te intelektualët, edhe te mjekët, që kur nuk kanë bërë asnjë gjë, edhe kanë pranuar realitetin ashtu siç janë për shkak të atyre benefiteve të vogla që mund të kenë. Më para disa ditësh isha duke bërë një eko Doppler, ta specifikojmë. Dhe me qenë se po përmendë këtë pjesën e socializimit, kam qef edhe ti pyes, edhe mjekët, edhe ti ngacmoj për situatën e tyre, dhe pa përmendur emra patjetër, po tani mjeku është rehat edhe për faktin që parkon makinën brenda spitalit pa para. Po ama se si është ajo rrëmuja atje, se si hipin mbi trotuare makinat, se si ndërtohet brenda qesutës, se si mungojnë medikamentet e njërin e tjetrën, për këtë nuk flasin, sepse kështu është ndërtuar sistemi. Dhe sot ti je në një fazë që je ngritur në protest dhe kërkon përfaqësim nga intelektualët. Ndërkohë që intelektualët janë të parët ata që janë korruptuar edhe kanë vjel nga ky sistem. Dhe është vetëm një formë se si janë pasuruar. Dhe tani vëmendja shkon te njerëzit e medias. E kërkon përfaqësimin nga ata që shikojnë televizor dhe duken figura të mira. Do të thënë ka një, nuk e di, është një kaos kaq i madh në gjën që ne duam, po nuk e dim se si e duam dhe se si do arrijmë deri aty. Se të gjithë duket sikur ja kemi me të futur njëri tjetrit. Ka që koklavitur është. Duket? Çështja. Ja kemi me të futur njëri tjetrit? Një pjesë e madhe fatkeqësisht po. Fatkeqësisht. Se po mos ja kishim me të futur, pse do ishim këtu ku jemi? Po pse duhet ja kemi me të futur njëri tjetrit? A mos është në psikologjinë e shqiptarit tonë Ada? Jemi kështu thua ti. Thua? Si, nuk e di, unë prandaj të pyes. Jo, realisht unë shpresoj për më të mirën, edhe unë. Shiko, për sa kohë je një popull që ti kur shkon jashtë, je nga ata individët që delën në sipërfaqe, mbijeton, po nuk mbijeton vetëm për të siguruar atë jetesën bazike,
Po ti integrohesh në shoqëri të huaja, në shtete të huaja, në shtete shumë të zhvilluara, me profesione shumë të mira, ti arrin të rrisësh fëmijët e tu, aty je i zgjuar, respekton ligjet, rregullat e tjera, si ka mundësi që këtu nuk funksionon? Kjo të bën përshtypje. Si ka mundësi që këtu ja ke me të futur njëri tjetrit? Është sistemi që... Po pastaj është ajo, a nuk e ndërtojmë ne sistemin? Oj... Këtu s'di t'i jap. E kam ndërtuar. Kam një pyetje shumë sinqertë me veten, që nuk para e ndaj, ose më saktë nuk e kam ndarë një herë publikisht, po ndonjëherë ndjem thellë brenda vetes që mbase do ishte hipokrite që të shkoja në protestë, sepse Ti s'ke qenë në protest? Kush thamë? Asnjë ditë. Kam 3 ditë që shkoj në protestë. 3 ditë? Tani së fundmit? Po pse nuk dole që në fillim? Çdo në fillim po e pleqëroja një si mendim. Është ta mendja. Mu deshën kohë në fakt. Si një nga tati që merr mikrofonin dhe flet? Ja. Pa më duken shumë... Apo s'ke diçka për të thënë? Plot mund të kisha për të thënë, por nuk kam për t'i thënë. Jemi tek Hamo, ta lyej një herë. Pak, vetëm pak. Sa pak? Ja, kaq. Mjaftueshëm sa për të mos më djegur. Është okay. No, nuk djeg. U bën më të buta. Toleroj. Ashtu në faktin. Ku e lam? Ne më e lam tek... Po. Do, zoti mam. Oj. Ja. Jo. Ha, më qke? Do gjë? Duke sigur po lind. Kemi parë shumë filma. Ja, kjo është merë. Okej. Cila është cilësia më e madhe që ke ti? Ku verove. Po vetëm ti mund të nxjerrësh Ardit Gjebra dhe Aleksandr Gjoka njëkohësisht. Jo, si harroj unë. Nada sy. Ado sa. Dhe kështu trajtohet kapsliku, miq. Po del dhe delikate herë. Është si Smigoli te Lord of the Rings. My precious. Herë del këtej, herë del me zët hall, herë delikate. Duhet t'i nxorra të shtata personalitetet të kje. O djall. Okej. Nuk bën. Nuk bën, jo. Sa mund të zgjasë kjo gjëja. Aqo 2-3 minuta zgjat çdo gjë. Okej. S'kam pirë kur ka shumë qumësht jetën time. Do çik buk. Jo, për zotin, ja. Kemi buk më? Kemi atë të pardjeshme në cilën. Do gjë? Ishte vërtet muhabeti lëmzës. S'është normale. Kush nuk është normale? As kush nuk është normal. Jo, po të kap një ftohtë, çfarë po bën? Është ftohtë. Jo, s'është ftohtë. Çfarë po bën piqumësh me birë tani bëri lëmsh. Okej. E kemi. Po të marrësh efektet audiot në Adës, mund të regjistrosh Terminatorin nga fillimi deri në fund, gjithë personazhet. Bësh Terminatorin, fëmijët, të keqin, mirin. Fundi e botës, po. Cila është cilësia më e madhe që ke? Mendon ti, cilësia më e madhe. Çfarë? Cilësia më e madhe që un kam? Aha. Se di. Humori. Ja. Haha. Ja.
Empatia. Jo. Dëmshuria. Edhe mshuria. Një nga gjërat që mua nuk ja e fair. nuk fair? Fair më duket. Jam e drejtë. E drejt, po. E drejt. Thjesht si të dume. Jo, e drejt. Jam Më e duket drejtë? pak me sa po e drejt më dukesh. E moralshme, me baza të mira morali. A mendon vërtet të Po, gjë për mua? mendoj vërtet për ty. Unë mendoj që si jam e mirë që unë kam është ndjeshmëria. Fakti që unë i shfaq emocionet e mia edhe shikoj, të prekesh nuk është gjë e keqe. Varet se tu. Jo, varet te ku prek. Të prekesh emocionalisht, edhe ta tregosh këtë gjë. Se shpesh më kanë gjykuar, edhe Për faktin që- ma kanë dhënë edhe si këshill që je shumë emocionale, edhe prekesh shumë kollaj, edhe je shumë e dëmshur, edhe me njerëzit, edhe me situatat që ndoshta unë s'kam lidhje fare, pse do duhet të qash. E kupton? Po mua kjo më duket shumë njerëzore. Edhe unë e dua shumë të vetja ime dhe dua ta mbroj me çdo kusht. Edhe nëse mua më vjen të qar për të qarë në një moment, edhe ndjej dëmshuri edhe dashuri, thjesht dua ta lë veten time të lirë, edhe mendoj që është cilësia më e mirë që unë mund të kem, sado që disa edhe ma shfrytëzojnë, ma përdorin. Bekim, po edhe mallkim. Dhe konsideruar ndonjëherë mallkim? Po ma ke thënë këtë gjën. Në momentin që ta përdorin, patjetër. Ka patur një Ta situatë. kam thënë në këtë emision? Jo, jemi takuar, kemi pirë kafe para se të vinim këtu. Pse se lëm mistike? Po prish emisionin Sepse me Nuk vazhdon kjo, po. O vlla, kur më thon në Tepelen kanë bërë audiot e Vandamit. Kjo mund t'i ketë bërë. Ose në një kushëri, në një daj, në e një... lindur akoma. Tepelensit ka gjënë njësh atë audio efekte. Po thoja. Për shembull, një situatë që mua më dhëm kur e mendoj, dhe është situatë idiote që nuk mund t'i bëhet një fëmijë. Kur kam qenë në klasë të 5, unë kam qenë një nga gocat më të ndjeshme të klasës. Dhe mësuesja e gjuhë letërsisë pyet bankën e parë, kush preket më kollaj, kush qanë këtu më shpejt. Edhe ja dy çuna që ishin aty, gishtin nga unë, në Ada. Po unë kam qenë e urtë, Të zgjyshe, thakë. Jo, jo. E të mesh. Situata ka qenë e tillë. Mësuesja bëhet shumë serioze, e thot klasa qetësi, Nada çon këmbë. Mua miku fytyra. Se nuk bënte vaki kurrë. Domethënë kam qenë nxënëse e shkëlqyer. Të më thoshte mua mësuesja e gjuhë letërsisë që unë e dashuroja të lënd. Pavlina, nëse na ndjek, nëse je gjallë, nuk e di, Pavlina. Nada ngriu këmbë thot mua. Ti ke bërë një sjellje të papranueshme. Nuk e di, si nuk të vjen turp nga ajo që ke bërë. Në si bëhet një vajzë në klasë të 5, një fëmijë me atë përparsen e zezë, me ato jakën e bardhë, po ç'a kam bërë, e kupton? Të gjithë ngrihen se ç'a ka ndodhur. Ditë për jashtë më tha, ditë për jashtë. E flasim jashtë bashk. Sa kam një bisedë me klasën. Lotët e mia, çaja, të merr. Qëndrova, prita, dhe ndërkohë që prisja në korridor mendoja, "Ore, ç'a kam bërë?" S'është se kam qenë në një nxënëse keqe apo ku di unë që bëja gabime rrëmuje kështu. Vjetë qamçakis. Qameti vetëm imitoja mësuesit. Edhe i thot klasës që sot në mësim kemi emocionet e njerëzve dhe doja thjesht t'ju tregoja se si reagon dikush kur ti sillesh keq me të. Eksperiment. Bëri shembull ty? Dhe më bëri mua shembull. Dhe unë futem në Ua klasë. hitleriane zonja e... Sistemi arsimor në Shqipëri. Futem në klasë dhe thot mua, ishte shaka, doja thjesht t'i tregoja klasës se sa ndjeshme je ti, se si preket njeriu. E tmerrshme. Dhe prandaj them që Shatmer jo vlla, kupton më bërisin fëmijë dorë. Bëj demonstrim. ta mendosh që jam 30 vjeç sot, e kupton? Kjo ç'a tramet ka lënë? Sa keq janë bër. Më është dashur të fshej emocionet e mia, po se kam menaxhuar dot mirë. Po pse ti fshehesh o vari, jo lesh shpreh. Po ti fshehesh se mua ma përsëritën këtë gjën. Kjo është një histori që unë e kam ndarë me kolegët e mi në Wake Up. Dhe një nga surprizat që mua më bëhet për ditëlindje. Jo, sollën babin që se bëj shaka. Për ditëlindjen time, një nga surprizat që më bëjnë kolegët për ditëlindje është me një të ftuar që ne e kishim atë ditë në emision. Unë e njihja dhe më herë ndajmë një bisedë shumë normale para se të futeshim në transmetim. Dhe hyrjen duhet ta bëja unë prezantimin. Bëj prezantimin dhe e ftuara bëhet shumë serioze dhe më thot mua, "Dëgjoj, nuk kam ardhur këtu për ty. Kam ardhur për këta të dy, kështu që faleminderit mos më bëj pyetje." Dhe unë që ngelem.
Dhe mu rikthye gjithë. Dhe Pavlina. E kupton, domethënë vetëm për faktin që ti emocionale edhe na vlen loti jot, si ç'kuptim ka kjo? Dhe kjo ishte surprizë për ditëlindje. Tu i ngul pirunin në dorë. Qaj. Dhe që nga i moment nuk u ndalën më kurrë. Ka sa njerëz që shijojnë vuajtjen e tjetrit. Jo, absolutisht. Shumica e njerëzve shijojnë vuajtjen e tjetrit. Prandaj them që po në të rast. Prandaj kam thënë atë kafen që sa është bekim është edhe mallkim. Hajde çaj me. Jo, nuk do çajm sot. Jo, hajde çaj me salsa apo çat çaj më. Duke se po më bën alergji njëra. Pse? Po të handuar një çik, po. Ose të çojmë në spital kë. Tek ai, te veti apo? Kemi te veti. Oj. Mora shumë. Mora fjalë. Mora fjalë, mora vargun e mora sharkun. Knaj. Këndon? Po ha more. Ku lyu? 11. Po jo more. Aty lyu. Lyu të fundit. E sigurt. Mirë, prit. Mbajnë fund atë. Ba. Ai. Mbaruan dhe patate. Nuk ka ngel efekt ta bërë zotë. Jo, e bën atë të mokjes? Ore, po filloj mos ka alergji. Po, për zotin po. Sa po zbulova një alergji. Thash. Të betohem. Po më kruhet lëkura. Po më kruhet edhe këtu sipër buzës. Ç'a thua? Do më smurët. Ç'a fitojmë nga intervista? Asnjë, sikletet më dha. Sikletet më dha një. Këto është një. Mendova se hallet mbaruan. Sa po kanë nisur. Tani, ç'a do bësh tani? Ku të? Ç'a do bësh tani? Ku je? Ç'ne me X-Median? Për të njëjtën arsye që u bashkove me ti. Jo? Unë se kam shkuar ku bashkësh. Vërtet? Unë kisha lek Borg Romeo. Ne të dy e dim. Do vazhdoj marrëdhënia, si janë planet e tua tani? Unë X-Media u bashkova për një projekt që kishte nisur tashmë. Ishte një ofertë nga Romeo. Dhe ideja është ne duhet të bënim programin mendoje një herë. Romeo si duhet një moderatore. Dhe ajo ka qenë periudhë pauze për mua, kështu që unë ju bashkova, nuk është se ishte një ide ime apo projekti im. E kam shijuar për Ajsa Zjati, e lash veten çik të lirë më shumë se ç'duaj. Edhe kisha një personazh në mendje gjithkohës edhe kur bënim ato intervistat. Po, komplet natyrë tjetër, orientuar te teoritë konspirative. Okej. Dhe kështu, por si çdo gjë që ka një fillim, ka edhe një fund. Ajo është një media e re, që ka projekte her pas here, dhe të shohim për sezonin e ri. Emocionalisht si e? Mirë. Siç më shef. Në një kështu, beqare, kështu. Një lidhë. Beqare? Beqare. Si e do ma shumë? Kam vallaj. Ka vërtet? Mashna. Djalë mirë. Ka fshati jonë. Me qarë miret? Kush? Haj djalit. Po ka një 4 dhoma. Vërtet? Jena gjinja 2 dhoma se ne duhem për verën të një. Ka 4 e. Po 1 duhem. Po ti do di apo 1? 1. Ti dhe 2 dhoma. 1 thashma. Ti e pa vendosur anat. Ti e pa vendosur për dhomë. Marrë si në dhomën. Ja, në bollshme, di krevate tek e një dopjo. Ska marinari. Kam qëtë flëti për. Marinari do ti? Marinari. Marinar s'ka e. S'ka marinar. Po te? Po e ka atë lartë shumë. Në ma qik numërin e telefonit. S'ka telefone. S'ka? Ja. Po si flitet? Po i ka pllubat, i ka kështu që... I ka lëshuar? Jo, i ka kështu për mesazh. Për qarë ore? Mesazh. Mesazh me? Ja, qojmë dhe. Do, bosh. Pore. Mesazh. Sa ka shkuar? Ti ke shtrenjti. 80 i ke? Po e ke dhe ti? I ka falas gati. 50 bilet. Jore, qarë thua? 50? Po me pamjen amaljen atë deti. She dhe mal dhe det. E para mrapa. Ti do ndërtosh në zmërën e? Se është pjesë të projekt. Ama në Lalini ndërtojmë. Sa po më urreu gjithë Shqipëria? Si është, si imagjinon mashkullin? Nuk është se rridhe e imagjinoj. Po keca standarde. Keca pritshmëri, keca tipare, për shembull që i shef tek i mashkull. Duhet jetë një njeri që m'jep siguri. E kam shumë të rëndësishme këtë gjën. Siguri... Një. Të ketë prona,
Di. 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 Të ketë vakën të shtrojnë të tre se bësha. Shiko mos i çon golëm. Jo. Se jemi në borsh. Se më çoj me aksen golëmi. Makin. Duhet jetë një njeri që të më japi siguri, mos ketë një lloj konkurrence me mua, të jetë aty për mua, të kuptoj emocionet e mia, edhe të jetë i aftë, të jetë i zoti. Në jetë, në profesion. Në jetë, i komunikueshëm, familjar, të më dojë nënën, të më dojë po. Erion Braçë, kujtim Gjuzi. Fiks. Nuk ka një njeri të tillë. Uroj që ta gjesh. S'ka një njeri të tillë? Ti nuk i jep siguri partneres tënde? Bashkëshortes tënde? Unë siguri partneres time, patjetër. Ç'e diskuton ti? Po si s'ka një njeri të tillë? Jo, nuk ka një njeri të tillë akoma për ty në jetën tënde, jo se s'ka njerëz të tillë. Jo, s'ka. Po si e shpjegon këtë fenomen në ata që janë kaq shumë goca, kaq shumë çuna që vinë vërdall dhe të gjitha ankohen që s'ka çuna, s'ka goca. Dyja gjinit ankohen për njëra tjetrën që nuk ka. Është bërë shumë problem. Po si është bërë shumë problem? Çuna thon s'ka goca. Goca thon s'ka çuna. Tani, a nuk supozohet se këta duhet ishin për njëri tjetrin? Kam përshtypjen që po mendojmë një çik më shumë se ç'duhet për veten tonë. Pritshmëri të lartë aty. Pra kemi fokusin te vetja, edhe të shijosh jetën. Edhe fakti që vajzat janë më të pavarura sot edhe ja dalin vet, edhe kanë financat e tyre, nuk e dëgjoj. Po ja dalin dot as meshkujt vet o ne ata tani. Po mirë, për aq sa munden. Për aq sa munden. Unë se varet çka koncepton ti me t'ja dalësh. Po ideja është ti s'ke nevojë të ta paguaj kafen një mashkull. Po pse po të kafe është ata? Po pra dakord, po koncepti është më i gjerë se sa. Blesh një shtëpi. Si ja del dot asnjëri as tjetri. Po mirë, më kjo bëhet bashkarisht, edhe ky pretendimi që ai të ketë një shtëpi dhe unë të vetë të rritë shtëpia e tij si princesh, mua nuk më rri si gjë, e kupton? Se ti do ta ndërtosh të ardhmen me dikë, kjo bëhet bashk, nuk bëhet vetë. Dakor, po tani. Më skuqur, po se më the jo. Po se e kruajtë prandaj do skuq. Po e kruajtë të betohet. E prek. E prek shkosh. Ideja është, unë mendoj këtë gjë që vajzat sot janë më të pavarura dhe unë sot nuk kërkoj nga partneri im që të ketë para, edhe të më mundsoj këto gjërat, jo makina, jo shtëpia, jo kafja, jo pushimet, po ti do një njeri që të jetë emocionalisht aty për ty dhe të kuptoj. Po mos kishte para dhe ti ishte emocionalisht aty do ta pranoje? Patjetër që po. Seriozisht e ke? Po patjetër. Pa para fare. Ç'a quhen para? Që një njeri që është i arritur në jetë në sensin ka një formim, ka një shkollë, ka një profesion. Po pra, po nuk po flasim për ato. Ka potencialin të bërit para. Për ato parat për luksin e jashtëzakonshëm, edhe jetën e jahteve. Nuk po flas për atë. Ishte fundit, ë? Sfit legjendash! E çoj deri në fund. Mbaruan patatet. Pak lyje, pak. Nuk mundem më jo. Seriozisht. Qa ka një gjë të ftohtë? Barsalet, viti? Jo, nuk di fare. Vetëm një që di unë, që më bën mua për të qeshur, po është shumë e shkurtër. E din të gjithë këtë. Ishte një lepur. Edhe merrte frymë byth. Edhe ul, edhe vdiq. Herë parë fakt që dëgjoj njërin që thot një barsalet, që qesh para se të marrë barsaleta. Po për qeshur gjithmonë. Ndërkohë që po kruhem. Ne ata kishte diçka që duhet ta thonë në këtë emision që nuk e the, dhe nuk të pyeta. Ja shumë e mirë. Faleminderit shumë për salcat. Isha shumë pikant sot. Salca. Po. Atëherë, nëse s'ke diçka për thënë, unë të falenderoj jashtëzakonisht shumë që ishe këtu. Të komplimentoj shumë për aftësitë e tua profesionale edhe për gjërat për cilat qëndron, të shoh edhe në rrjetet sociale me postimet që bën dhe realisht e vlerësoj shumë qëndrimet e tua të tjera me radhë, që mendoj se janë të sinqerta, se shumë njerëz postojnë thjesht për hirin e të postuarit. Unë sinqerisht dua të besoj që do shkosh aty ku të takon profesionalisht në sensin mediatik dhe uroj që edhe në sensin personal, shpirtëror, njerëzor të shkosh vetë arrish gjërat që ti ndërron. Faleminderit shumë, më vlerësoj. Më ka thënë fjalët më të mira të mundshme. Edhe urimet që i duan një njeriu. Tani do e shoh jetën më pozitivisht. Kjo është nga një Donaldo është për ty. Faleminderit. Të lutem, është kënaqësi. Dua të falenderoj
Sponsorat e mund të hapësh të gjysmë. Po, patjetër. Dua të falenderoj sponsorat e mi, të cilët janë gjithmonë me mua, që nga Sa e bukur. ja një burr që të bëj dhurata të tilla. Faleminderit. Birën e ta pos. vendosëm? Po, mund ta vendosëm, mund të ndihmoj. Do të Okej. filloj dhe me. Ja ta mbyll tutë. Ja si për fejes. Bira e pos, birë O, dhe sa e gjenës. bukur që nga shumë Qenë është verore, pëlqen. gjeni lehtësisht argjendari Ta dona. gurët që janë? Janë kështu. Monston apo? Urdhra? Monston. Gurë vesh. Të tua ta po të vllaj. Ja kemi marrë vllajt. E kore sheta. E thash 3 herë të birë e pos. Bumbu. Sallamet tona me shihet dhe Sa e përbërës bukur. Celular.al, gjeni celular.al, gjeni lehtësisht online. Thënë gjitha kjo ju falenderoj shumë, faleminderit edhe Jernadës, faleminderit Jonit, faleminderit kujdo në këtë botë. Joni je shumë i mirë. Faleminderit për Faleminderit përgjigjen dhe- që patë sot. Dhe Pavlinës Zyshës, e cila i krijoi një traumë që e bëri më të fortë dhe më të zgjuar, se në fakt njerëzit reagojnë edhe Se do dali kjo? O bo Pavlina. Kjo më jo Zysha të Pavlin, dua. nuk do ta lëm pjesën që shajm nga Pavlinën. Miq,